Shikues të respektuar, ndodhemi këtu në selin e organizatës humanitare Kalliri i Mirësisë në Kërçov. Një organizatë e cila ka zhvilluar aktivitetet të dendura humanitare gjatë periudhës kaluar. Me të njëjtin ritëm, kanë filluar edhe aktivitetet e këtij viti. Janë realizuar disa aktivitete humanitare, janë ndihmuar skamnorët e komunës Kërçovës, pra të gjitha vendbanimeve të komunës Kërçovës. Janë ndarë bursa për studentët dhe nxënësit, por një aktivitet kryesor që kjo organizat e ka realizuar gjatë periudhës së kaluar është hapja e kuzhinës popullore. Për këto aktivitete dhe aktivitetet që do të realizohen gjatë periudhës që vjen, ne do të flasim me kryetarin e organizatës humanitare Kalliri i Mirësisë në Kërçov, zotin Muhamet Mehmeti. Zoti Muhamet, unë ju dëshiroj fillimisht mirëseardhje në emisionin Ritmi i ditës në TVM2. Faleminderit juve që na ftoni dhe që na vizitoni sot, jemi pjesë e këtij emisioni. Unë fillimisht do të doja që të flasim pak për biografinë e shoqatës Kalliri i Mirësisë këtu në Kërçov. Shoqata Kalliri i Mirësisë, aktivitetet e para humanitare në Kërçov i ka filluar që nga viti 2012. Në atë kohë, kemi qenë si deg e Kallirit të Mirësisë të Shkupit, që funksionon në nivel të shtetit. Deri në vitin 2021 kemi funksionuar si deg e Kallirit të Shkupit, kurse nga viti 2021 Kalliri i Mirësisë Kërçov bëhet si subjekt në vete dhe fillojmë aktivitetet në kuadër të në rrethën e Kërçovës, edhe pse bashkëpunimi me shoqatën Kalliri i Mirësisë Shkup vazhdon edhe sot kësaj dite. Kurse nga viti 2021 themelohemi si subjekt, formohet kryesia e Kallirit, e cila përbohet nga 13 anëtar. Gjithashtu është edhe kuvendi, i cili ka 33 anëtar. Detyra e kuvendit është brenda vitit, një herë në vit takohemi dhe japim raport përpara kuvendit, ku aktivitetet dhe planifikimet që janë të aktiviteteve dhe financiare miratohen nga kuvendi. Kuvendi çdo 4 vjet zgjedh kryesinë e re dhe kryetarin e ri. Funksionimi i Kallirit si subjekt në vete është në këtë formë, me kryesi 13 anëtarësh dhe kryetari, si dhe kuvendi. Në pas të një programi humanitar që realizohet për çdo vit. Për çdo vit. Do të thonë aktivitetet realisht planifikimi i aktiviteteve paraqitet çdo herë përpara kuvendit, miratohet nga kuvendi dhe pastaj brenda vitit mundohemi që ta realizojmë atë cilin e ka miratuar kuvendi. Gjithë kjo veprimtari që organizata humanitare Kalliri i Mirësisë ka realizuar brenda këtyre viteve, sidomos gjatë periudhës kur ju u mobilësuat nga shoqata Kalliri i Mirësisë në Shkup, cilat janë aktivitetet më kryesore të realizuara këtu në Kërçov? Aktivitetet e Kallirit të Mirësisë janë të ndame në 2 grupe. Kemi aktivitetet të cilët janë permanente, realizohen çdo ditë, çdo javë, çdo muaj dhe janë, domethënë, të rregullta. Dhe kemi aktivitetet të cilët na paraqiten ad hoc dhe kërkohet ndihmë dhe mbështetje e veçantë. Që paraqitet në moment të caktuar, domethënë për shkak të ndonjë situate, ne kemi projekte të cilët duhet t'i realizojmë brenda vitit dhe i paraqesim përpara kuvendit, miratohen. Nga ato kuvende, nga ato projekte janë për shembull bursat për fëmijët jetim. Shkak se si target group e Kallirit të Mirësisë si prioritet janë jetimat. Dhe ne mundohemi domethënë që brenda vitit për të gjithë ata jetimat, të cilët janë të regjistruar në shoqatën tonë, të ju sigurojmë bursa mujore me qëllim që t'ju ndihmojnë në organizimin e jetës, t'u argëtojmë jetën, të arrijnë diçka që duan ata ta kenë në jetën e tyre. Domethënë kjo është si prioritet të cilën ne kemi jetimat. Mbështesim jetimat me të gjitha projektet, domethënë të gjitha projektet të cilët realizohen në shoqatën e jonë, prioritet ju jepet jetimave, pastaj kalohet tek rastet e tjera sociale, të cilët janë. Familje skamnore, raste të ndryshme të cilët janë. Përfshihet qyteti dhe gjitha vendbanimet. Realisht përfshihet gjithë qyteti, ish komuna e Zajazit dhe ish komuna e Aslomës. Unë përmenda në fillim se njërin ndër realizimet e mëdha që ka realizuar kjo organizatë ka qenë
kuzhina popullore funksionon akoma ajo kuzhinë? Kuzhina humanitare, si ne quajmë ne kuzhina humanitare, ka filluar në para 2 viteve realisht, afrohemi tash vitin e 2 të këtij projekti. Është më të vërtetë një nga projektet më të mëdha dhe projektet më të dobishme. Vazhdon funksionimi i kuzhinës humanitare. Për momentin, më thonë, kemi ndamje të ushqimeve që u ofrojnë familjeve 3 herë në javë tek disa raste, dhe kemi disa raste, të cilat janë si raste më të rënda, atyre çdo ditë ju servohet ushqimi i gatshëm edhe i freskët. Unë doja të ndalemi tani në aktivitetet e vitit të kaluar, të cilat realisht nuk ka qenë të pakta dhe opinioni në përgjithësi vitin e kaluar ka qenë njoftuar lidhur me këto aktivitete që ju keni realizuar. Përveç bursave dhe kuzhinës humanitare, ne kemi pako ushqimore, të cilat ndahen çdo muaj edhe në evenimente të ndryshme ose momente të ndryshme të cilat i shpërndajmë tek të gjithë nevojtarët, duke filluar siç të përmenda më herët edhe tek starti i parë është tek fëmijët jetim. Do të thënë ne shpërndajmë pako ushqimore vlerave të cilave çdo herë mundohemi të jetë sa më e lartë, sepse e dim tash situata se si është në gjendje ekonomike. Këto pako ndahen mujore, kemi pako gjatë festave të ndryshme të cilat realizohen. Festin e festës së Bajramit zakonisht. Jo vetëm është shumë pak, domethënë përmendim vetëm se festën e Bajramit, se Bajrami kemi 2 Bajrame në vitit. Nëse ndihmojmë një familje 2 herë në vitit, kjo është shumë pak. Ne kemi pako mujore, të cilat i marrin familjet. Disa u shpërndajmë në uaqëm dhe për shtëpia, disa të tjerë domethënë marrin direkt në marketet, ose ne pojmë pagesën e atyre. Domethënë forma e ndihmës është e ndryshme, por ne llogarisim si pako ushqimore për shkak se ai donacion është i dedikuar për pako ushqimore. Dhe ne shpërndajmë domethënë brenda vitit një numër të caktuar të pakove, ndërsa festa e Bajramit, fillimi i Ramazanit është rritet numri i shpërndarjes së këtyre pakove, për shkak se edhe donacionet janë më të mëdha në këtë periudhë kohore. Tash në fillim të Ramazanit çdo herë ne shpërndajmë mbi 200 pako para fillimit të muajit të Ramazanit. Dhe është një strategji e jona që njerëzit ta fillojnë muajin e Ramazanit duke i pasur artikujt ushqimor aty. Jo për shembull fillon muajin e Ramazanit edhe pastaj brenda muajit deri ti dërgojmë diçka. Jo, prej fillimit, pastaj në mes të muajit të Ramazanit dhe në fund të muajit të Ramazanit kemi pakut e Bajramit, të cilit i kemi quajtur, të cilat janë enkas për përgatitjen e drekës së Bajramit. Në vitit ne me pakut ushqimore mundohemi që t'i përfshijmë të gjitha familjet, të mos mbeten në nevojë shumë dhe të ndihmohen në formën më të mirë. Dhe gjatë këtij vit me siguri vazhdon ndihmesa ndaj fëmijëve jetim me ndarjen e bursave, por edhe aktivitetet të tjera të cilat unë do doja të fillojmë me ndërtimin e një shtëpie gjatë periudhës së vitit të kaluar. Gjatë periudhës së vitit të kaluar janë ndërtuar 2 shtëpi komplet, domethënë nga themeli, është rregulluar edhe familjet domethënë kanë filluar jetën aty në ato shtëpi. Për momentin jemi duke rindërtuar, domethënë një shtëpi të re për 2 fëmijë jetim, për cilët shpresojmë se shumë shpejt edhe ajo do të jetë gati. Do thënë kjo është një projekt pak më i madh, po fal Zotit dhe mbështetjes së donatorëve kemi arritur që t'i realizojmë të gjitha këtani, edhe pse kërkesat dhe nevojat janë edhe më të mëdha në Kërçov. Do thënë ka nevojë sidomos në qytet, thënë nevojat janë pak më të mëdha për shkak se në fshatrat në përgjithësi njerëzit i kanë mbështet ato nevojtarët në fshatrat, por qyteti është pak më problem. Tash kur jemi tek fëmijët, ke përmendur se domethënë mbështetja e fëmijëve nuk është vetëm nëpërmes të bursave, domethënë aktivitetet të cilat realizohen drejt për së drejti me fëmijët janë aktiviteti i veshmbathjes, që fëmijëve jetim, domethënë startojmë përsëris me fëmijët jetim, pastaj fëmijëve me status të rëndë social. Brenda vitit ju dhurohen diku 3 herë ose 3 momente të rëndësishme kupona për të blerë veshmbathje për festën e Fitr Bajramit, Kurban Bajramit edhe fillimin e vitit shkollor. Dhe është një strategji e jona që ne kemi një bashkëpunim me një numër të madh të butiqeve në Kërçov, domethënë me fëmijëve ju dhurohen kupona, atë i merr të kupona, shkon blen vetë, atë e zgjedh vetë fëmia çka do, i zgjedh vetë, e ka sumën e caktuar se sa duhet që mos ta kalojnë limitin, edhe pastaj mas asaj ne nëpërmes të donatorëve i orientojmë donatorët që të bëjnë pagesën e atyre kuponave. Deri në çfarë mase është realizuar programi humanitar i këtij viti? Unë mendoj se tash na ka mbetur edhe pak aktivitete për t'i realizuar.
Pjesa tjetër e planifikuar është realizuar, na ka mbetur projekti i Dimrit, i cili është një nga projektet pak më të mëdha dhe është më së nevojshëm. Për shkak se koha e Dimrit e dim gjithë sa është pak më problematike dhe nevojat janë më të mëdha. Tash jemi në përgatitjen për realizimin e projektit të Dimrit. Projekti i Dimrit si çdo vit, do të thonë është një projekt standard që nga koha kur ka zhvilluar Kalliri i Mirësisë vazhdon çdo herë që të realizohet. Projekti i Dimrit ngërthen pako ushqimore, do të thonë një vlerë pak më të madhe, do të thonë një pako më e veçantë është në projektin e Dimrit. Gjithashtu përfshin edhe për çdo familje deri tas kemi pasur nga 3 metër kub dru. Por një periudhë kohore për disa familje jemi munduar që t'u pagojmë faturat e energjisë elektrike deri në një sasi të caktuar. Do thonë kjo është një strategji e jona, jo për shembull se ne si shoqat marrim përsipër pagesën e faturës, për shkak se atëherë ndoshta nuk do të ketë kursim të kësaj energjie elektrike. Ne caktojmë një sumë, për shembull, nëse është në 2000 ose 3000 denar, e hekim ne, pjesën tjetër do ta mbuloni ju. E këtë do të thonë e kemi si strategji dhe e kemi shtynë në projektin e Dimrit. Ai projekti i Dimrit i jashtëm që planifikohet të realizohet është pako ushqimore, për një pjesë të familjeve do të ketë nga 3 metër kub dru dhe një pjesë tjetër do t'ju pagojnë një pjesë e fakturave të energjisë elektrike. Tjetër aktivitet i cili duhet të realizohet deri në fund të vitit? Aktivitet tjetër cilin ne planifikuam që është, domethënë në rrjedha, është aktiviteti i barnave apo i laçeve. Do thonë është një aktivitet që realizohet një risi unë sa dëgjuar. Është ndoshta nuk e keni dëgjuar, nuk e kemi bërë shumë publike. Po është një projekt që ne e realizojmë në bashkëpunim me një barnatore në Kërçov, ku ata njerëzit nevojtar, të cilët kanë nevoja, shkojnë marrin barna, regjistrohen aty nëse janë nevojë, do thënë i dërgojmë neje. Ose njerëzit të moshë të thyer. Njerëzit që do thonë që janë të nevojshëm, që nuk arrin të mbulojnë ata. Barnat që janë listën pozitive nuk është problem, do thënë ata mbulojnë, kanë një vlerë më pak. Po kemi disa raste, disa individ, të cilët kanë disa barna që nuk pushen në listën pozitive dhe vërtet kanë vlerë të madhe. Ne kemi arritur diku mbi 3 vite e tepër që të mbulojmë këto harxhime të këtyre dhe vazhdon ky aktivitet. Do thonë që nevojtarët të cilët kanë nevojë i orientojmë drejt te barnatoria, marrin atë që kanë nevojë atanit, pastaj donatorët i mbulojnë ata. Do të thonë një aktivitet që ndërtoi tash ndoshta nuk e kemi bërë publik. Nga projektet të cilët realizojmë brenda vitit është edhe për shembull projekti i Ramazanit, nuk diskutohet, është një nga aktivitetet edhe projektet më të mëdha të cilin e realizojmë. Po ajo do të thonë përgatisim projekt të veçantë që do të jetë në kur do të vinë koha e muajit të bekuar të Ramazanit. Aktivitet që kemi është që ne përveç që mundohemi fëmijët që ndihmojmë dhe i mbështesim në aspektin financiar, mundohemi që ofrojmë edhe edukim. Dhe këtu kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Forumin Rinor Islam Dega në Kërçov dhe shkollën Haxhi Nazim Xhaferi, që funksionon në kuadër të Forumit Rinor Islam, ku i orientojnë fëmijët për edukim në ato 2 institucione, që fëmijët përveç ndihmës mbështetjes financiare të marrin edhe një farë edukimi të orientohen për ajo që është më e dobishme dhe më e hajpa. Pastaj kemi edhe ekskurzione. Organizojmë ekskurzione me fëmijë të jetim dhe raste të rënda sociale, duke i shoqëruar këto fëmijë nga fëmijë të shkollës Haxhi Nazim Xhaferit, që ata mos të ndjehen vetë se ne kanë organizuar një organizim të veçantë vetëm për ne, por ja është një organizim i cili organizohet për të gjithë fëmijët dhe e ndjehen veten të barabartë me të gjithë atanit. Kemi pasur domethënë organizim të ekskursion që kemi realizuar në Struk, në Ohër, këtë vit gjatë verës e realizuam në Tiranë. Do thënë një ekskursion që fëmijët të shoqërohen edhe të ndjehen të barabartë me të gjithë fëmijët e tjerë. Kjo është domethënë fakt bashkëpunimit që kemi me shkollën e Haxhi Nazim Xhaferit dhe Forumin Rinor Islam në Kërçov. Unë ju përgëzoj për gjithë këtë veprimtari humanitare që ju e keni realizuar gjatë viteve të kaluara dhe që vazhdoni ta realizoni edhe gjatë kësaj periudhe. Unë falenderoj juve dhe dëshiroj të falenderoj donatorët. Ata janë, ne jemi vetëm se realizues të asaj që ato e mbështesin. Unë dëshiroj të falenderoj gjithë ata të cilët mbështesin, kanë besim tek ne për të realizuar këto aktivitete. Ne mundohemi të me aktivistët të cilët janë me të vërtetë për t'ju thënë falenderës në çdo moment, janë të pakursyeshëm për realizimin e këtyre projekteve. Donatorët, domethënë, nuk kursehen asnjëherë kur shohin sinqeritetin dhe punën e cilën bëhet. Janë nga Kërçova janë? Numri më i madh janë kërçovar, por kemi edhe donatorë të cilët nuk janë nga Kërçova. Është interesant, kemi disa donatorë që janë anonim, domethënë që cilët ndoshta kjo është më e veçantë e këtyre donatorëve që na kurzuajnë në asnjë farë mos të dihet se unë jam donator i kësaj pune. Dhe ka bërë punë të mëdha. Prandaj domethënë janë njerëz që mbështesin aktivitete, kanë besim tek ne dhe ne me përpikshmëri mundohemi që ta çojmë në vend amanetin që na i dhanë ata.
Nëse nuk keni tjetër të shtoni, unë ju falenderoj për pjesëmarrjen në emisionin Ritmi i ditës. Faleminderit se edhe juve, takohemi inshallah ndonjëherë për aktivitetet e radhës të cilët ndoshta do t'i realizojmë ose ndonjë aktivitet të cilat i planifikojmë të jenë pak më të mëdha, ndoshta do të kemi një emision të veçantë. Shumë faleminderit juve.